Për të regjistruar një dëm shëndetësor, logohemi në portalin e klientit nëpërmjet username-it dhe passwordit tonë. Pasi jemi loguar në portal, klikojmë te rubrika Dëmet shëndetësore para kërkesa për dëm shëndetësor dhe hapet seksioni I parë që janë detajet e dëmtimit. Numri I policës është numri I kartelës suaj të sigurimit shëndetësor që keni marrë pranë kompanisë Sigal. Në rast se nuk e dispononi numrin e policës së sigurimit, mund ta lini poshtë këtë fushë dhe të kaloni në plotësimin e fushës tjetër që është numri personal. Përdoruesi I portalit të klientit mund të paraqesë kërkesë online vetëm për policën e vet të sigurimit ose për policën e sigurimit të fëmijës I cili është nën 18 vjeç dhe për të cilin është regjistruar si përfitues. Shënoni numrin juaj personal ose numrin personal të familjarit, pra fëmijës juaj nën 18 vjeç, I cili është siguruar në Sigal dhe për të cilin ju jeni përfitues. Më pas kalojmë në plotësimin e fushës data e kuponit fiskal. Në këtë fushë vendosim datën e kuponit fiskal për shërbimin e marrë. Data e kuponit fiskal duhet të jetë sipas formatit të poshtëshënuar, pra me slash. Në rast se keni më shumë se një kupon fiskal, do të shënohet data e kuponit fiskal më të vjetër që ju keni. Konfirmojmë kushtet për politikën dhe mbrojtjen e të dhënave personale dhe klikojmë në butonin vazhdo për të kaluar në seksionin e dytë që janë të dhënat e përfituesit. Nëse kthehemi pas nëpërmjet butonit kthehu, do të shikojmë që numri I policës tashmë është I plotësuar. Sistemi automatikisht nëpërmjet numrit personal dhe datës së kuponit fiskal gjen policën e vlefshme të sigurimit dhe e plotëson atë. Klikojmë edhe një herë në butonin vazhdo për të kaluar te të dhënat e përfituesit. Si mund të shikojmë, të dhënat kryesore të përfituesit janë plotësuar automatikisht nga të dhënat e policës së sigurimit. Mbetet që ne të plotësojmë ato të dhënat që mungojnë ose të përmirësojmë të dhënat që nuk janë të sakta. Në rastin konkret, plotësojmë email adresën, si dhe zgjedhim llogarinë bankare ku duhet të kalojë pagesa e dëmit shëndetësor. Klikojmë butonin vazhdo për të kaluar në seksionin e radhës që është seksioni I faturave, ose më konkretisht seksioni I kuponave fiskal. Në këtë seksion do të regjistrohen të gjithë kuponat fiskal që disponojmë. Për të lehtësuar procesin e regjistrimit të kuponave fiskal, është mundësuar leximi automatik I të dhënave kryesore të kuponit fiskal nëpërmjet ngarkimit të tij në sistem. Kjo vlen vetëm për kuponat fiskal të lëshuar në Republikën e Kosovës. Për kuponat fiskal të lëshuar jashtë Kosovës, duhet që fushat të plotësohen manualisht. Për lehtësi në krah të çdo fushe, është vendosur edhe një foto e cila ju orienton se me cilën të dhënë të kuponit fiskal plotësohet ajo fushë. Klikojmë te butoni kuponi fiskal, zgjedhim kuponin fiskal nga kompjuteri, telefoni tableti dhe e ngarkojmë në sistem. Në këtë moment, të dhënat kryesore të kuponit fiskal po procesohen dhe po lexohen nga sistemi dhe fushat plotësohen automatikisht. Mbetet që ne të kontrollojmë nëse të dhënat janë lexuar si duhet dhe eventualisht të bëjmë përmirësimi në rast se diçka nuk është lexuar saktë. Pasi verifikojmë të dhënat, kalojmë në plotësimin e pjesës së dytë të kuponit fiskal, që është shërbimi I marrë. Le të supozojmë se kemi marrë një shërbim ambulator për një trajtim okulistik. Në fushën trajtimi mjekësor, bëjmë një përshkrim të shkurtër të trajtimit që kemi marrë. Për shembull, antibiotik për infeksionin në syrin e majt. Në butonin raportet mjekësore, duhet të ngarkojmë në sistem edhe dokumentin për raportin mjekësor të lëshuar. Në rast se kemi ngarkuar ndonjë dokument gabimisht, mund ta fshim atë nëpërmjet butonit fshi. Keni kujdes që emërtimet e dokumenteve që ngarkoni në sistem të jenë sa më të thjeshtë dhe të mos përmbajnë pika ose shenja të tjera të veçanta, në mënyrë që të mos shfaqet error gjatë ngarkimit të tyre në sistem. Në rast se kemi më shumë se një kupon fiskal,
Për të regjistruar në sistem, duhet të klikohet në butonin Shto faturë dhe në mënyrë të ngjashme të ngarkojmë në sistem kuponin e radhës. Sipas politikave të kompanisë Sigal, shuma totale e të gjithë kuponave që mund të regjistrohen në sistem nuk duhet i kalojë më shumë se 500 euro dhe jo më pak se 30 euro sipas edhe shënimit të mëposhtëm. Pasi kemi përfunduar me ngarkimin e kuponave fiskal në sistem, nëpërmjet butonit vazhdo, kalojmë në seksionin e radhës, që janë dokumentet. Çekojmë informacionin e mëposhtëm, ku jemi të informuar se për dëmin shëndetësor duhet të bashkangjisim dhe të dërgojmë të gjithë dokumentacionin e nevojshëm dhe shfaqet dhe vazhdojmë me butonin regjistro. Me klikimin e këtij butoni, kërkesa jonë për dëm regjistrohet në sistem dhe raportohet në kompaninë Sigal dhe nuk mund të bëjmë asnjë ndryshim. Për regjistrimin, pas regjistrimit të dëmit në sistem, mund të kontrollojmë statusin e tij te rubrika Dëmet shëndetësore, statusi dhe historiati i kërkesave për rimbursim. Në momentin e regjistrimit nga ana juaj, dëmi ka statusin e dorëzuar. Pasi dëmi merret në shqyrtim nga kompania Sigal, ndryshon statusin e hapur dhe më pas statusin ndryshon sipas proceseve të punës në vlerësim për miratim e aprovuar, e paguar ose e refuzuar. Ju keni mundësi të shikoni edhe një përmbledhje të shkurtër të dhënave të dëmit dhe dokumenteve të bashkangjitura nëpërmjet butonit Shiko. Gjithashtu, këtu mund të ngarkoni edhe dokumente shtesë në rast se ju kërkohet pasi keni raportuar dëmin. Klikoni te butoni Ngarko dokumente, bashkangjitet dokumentacioni shtesë, klikojmë në butonin Ruaj dhe dokumenti është ruajtur me sukses. Ju faleminderit.